Ideje e ka hershme u bë realitet. Tani, pensionistet Feriza Jase kanë një qendër ku mund të takohen e të kalojnë kohë së bashku. Maria Gjini Kurti, dikur mësuese, është nismëtarja që ideoi këtë qendër multifunksionale. Që një mbrëmje isha shumë ashtu, pasi që kam fëmijët këtu, isha shumë me brengosë, une se çfarë do të bëj me vetë. Edhe kjo ide më ka sjellë në për kokë, ka mendu në ato gratë e shkreta që janë me 100 euro, me social, se ajo s'është pension, se po ka bojnë, po thënë pension, ajo është vetëm sociali, nuk është pension, ajo. Hapësira do të shërbej edhe për aktivitete të cilat organizatorët thonë se i përmbahen projektit fillestar. Pensionistet të kenë një vend takim ku do t'i shkëmbejnë mendimet e tyre, përvojat e tyre, ndonjë talent. Unë tani në penzion e kam kryer një kurs, një art me pika, ku kam premtuar te zonjat që do t'i mësoj. Qendra u funksionalizua edhe me mbështetjen e komunës së Ferizajt, ndihmë të cilën thonë se do e vazhdojnë edhe më tutje. Direkt subvencionimi i kryetarit komunës, gjithashtu ne vazhdueshëm jemi munduar që kërkesat e këtyre grave dhe apo kësaj shoqate të pensionistëve të grave, t'ju dalim në ndihmë çfarë do lloj kërkese që kanë, duke filluar nga transporti e deri tek edhe pjesë teknike. Kjo qendër do të jetë e hapur çdo ditë të javës për të gjitha gratë pensioniste të komunës së Ferizajt dhe rrethinës.